Mesazhi im është fokusi tek integriteti, se cila integriteti është dhe pasuria jonë më e madhe. Pra ligjin e mund ta mësojmë përmendesh, procedurat mund t'i zotërojmë në praktik, por etika dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë ato që bëjnë dallimin mes një përdoruesi të ligjit dhe një njeriu të drejtësisë. Sigurisht sfidat janë të shumta, vetë sistemi i drejtësisë përballet me një ngarkesë të lartë të çështjeve, nevojën për burime njerëzore, dhe mbi të gjitha sfida kryesore është dhënia e një vendimi në kohën e duhur. Gjykatat janë ato që janë vija e parë e frontit dhe është porta ku qytetarët kërkojnë të drejtën e tyre. Dhe funksioni ynë kryesor është jo vetëm zgjidhja e konflikteve, por garantimi i asaj që ne quajmë paqe sociale dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Nëse kjo portë, pra gjykata dhe prokurorit, funksionojnë me integritet, atëherë gjithë sistemi qëndron në këmbë. Pra ajo çfarë unë i përcjell gjithë studentëve është që ne nuk do të mjaftohemi vetëm me atë titullin jurist, por synimi kryesor është që të jemi të palodhur në mbrojtjen e atyre parimeve kushtetuese dhe pikërisht të atij integriteti që duhet nesër si profesionist të së drejtës. Atëherë gjithë thënien time po e mbyll me një fjalë, me një shprehje, e cila drejtësia është themeli i shtetit dhe pa punën e gjithë secilit nga ne dhe pa punën e ndershme të secilit nga ne dhe pa përkushtimin ton mbi të drejtën, asnjë shoqëri nuk mund të jetë vërtet e lirë dhe e sigurt. Le të bëhemi ai themeli fort ku qytetarët tanë të gjejnë pikërisht atë shpresën tek drejtësia. Shumë faleminderit.